Mirë se erdhët të dashur Gafor në letrat të rëfej në jam Diana do bëj leximin e juaj general, do them kështu, për ju. Të dashur Gafor, kjo është një hapje letrash që quhet Busulla dhe kemi letrat Jugu, Perëndimi, Lindja dhe Veriu. Mesazhi i përgjithshëm, kur shkoj letrat së bashku, ky lexim tregon për një gafore që emocionalisht është lodhur nga paqartësitë, zhgënjimet, mendimet pafund. Ka pasur shumë analizë, shumë ndjenje të mbajtura brenda dhe ndjesi sikur diçka nuk po ecën ashtu siç duhet. Por në të njëjtën kohë, ky lexim ka energji të fortë, fillim të ri, gafora po hyn në një periudhë ku duhet të dalë nga apatia dhe të rifilloj të mendoj për veten, dëshirat dhe jetën e saj. Këtu duket gjartë gafore që nuk është fundi diçkaje, është momenti ku duhet të zgjohesh emocionalisht. Asi i shkopive është jugu nga po vjen gaforja. Gaforja pra po vjen nga një periudhë ku ka pasur dëshirë për ndryshim, fillime të reja, dëshirë ose entuziazëm për diçka. Ka qenë një ide, një person, një projekt ose një ndjenjë që ka ndezur emocionalisht, që ju ka ndezur emocionalisht. Kjo letër tregon motivim, energji të re, dëshirë për të lëvizur përpara ose fillimin e diçkaje që dukej premtuese. Por shpesh asi i shkopive tregon edhe energji që fillon fort dhe më pas ngatrohet nga emocionet ose realiteti. Ka pasur shpresë dhe dëshirë të madhe për diçka. Ose jeni përpjekur të ndryshoni situatën. Keni dashur më shumë pasion dhe lëvizje në jetë, ose nuk ke dashur të ngecësh në rutinë. Perëndimi, çfarë po lë pasë të dëshiruarit. Shikoni, këtu janë 1, 2, 3 duar. Gafore po lë pas një periudhë shumë emocionale që lidhet me marrëdhënie, zgjedhje ose lidhje të forta me njerëz. Kjo mund të jetë një lidhje dashurie, një person që ka pasur ndikim të madh ose një vendim emocional që ka marrë shumë energji. Kjo letër nuk flet gjithmonë vetëm për dashuri romantike. Flet edhe për lidhje ku zemra ka qenë shumë e përfshirë. Por tani, të dashur Gafor, duket sikur po largoheni gradualisht nga idealizimi i dikujt ose i ndonjë situate. Keni filluar po shikoni më qartë sepse është zgjedhje, të dashur. Cilën nga këto 3 duar do zgjedhësh? Ose ke filluar po shikon më qartë një marrëdhënie, ndoshta po e kupton se jo çdo lidhje është aq perfekte sa duket, po largohesh nga një varësi emocionale, ose po mbyll një kapitull ku zemra ka qenë shumë e ngarkuar. Lindja, çfarë ka përpara gaforja? 5 të shpatës. Përpara duket tension, konflikt ose komunikim i lodhshëm. Kjo letër në fakt tregon ku njerëzit nuk kuptohen, ka ego, debate ose lodhje mendore nga diskutimet pafund. Gafore duhet të ketë kujdes me konflikte të kota, të mos përfshiheni në budallëqe, reagimet impulsive të dashur Gafor dhe njerëz që duan gjithmonë të kenë të drejtë, shmangni. Kjo letër shpesh tregon edhe kur fiton debatin, prapë sikur mbetesh i lodhur, nuk e vlen barra qiran, thot letra. Pra, mos harxoj energji me njerëz toksik. Jo çdo debat meriton përgjigje apo luftë, betejë. Kujdes me komunikimin e ashpër, zgjidh paqen mendore para krenarisë, Gafor. Veriu. Hapi tjetër që duhet të bëni është 4 të kupës. Kjo letër është shumë interesante si këshill, sepse thot gaforja duhet të ndaloj se jetuari emocionalisht në autopilot, sikur robot. Këtu duket dikush që është shumë i lodhur emocionalisht, nuk emocionohet më si më parë, ose nuk po sheh një, të them,
nuk po i shem mundësitë që ka përpara sepse mendja është diku tjetër. Karta të Kupës thot mos u mbyll nga bota vetëm sepse je zhgënjur. Provo gjëra të reja. Dil nga rutina emocionale, mos jetosh si robot, ato që ke bërë të zakonshmet. Mos refuzo mundësi vetëm nga frika ose lodhja. Dhe mosdashja. Kujdes me izolimin emocional. Jeta nuk ka ndaluar, edhe pse ti mund të ndihesh apo i bllokuar. Të dashur gafor, ky lexim tregon një gafore që ka kaluar shumë emocione dhe lodhje mendore. Por tani ka nevojë të rikthej energjinë tek vetja. Ka ende shumë shpresë, mundësi dhe fillime të reja. Por së pari duhet të dalë nga zhgënjimi dhe mbi ngarkesa emocionale. Nëse mund ta përmbledh me një mesazh këtë lexim tuaj ngafor, thot mos lejo që një zhgënjim të bëj të humbasësh dëshirën për të jetuar dhe për të provuar përsëri.